nuk kanë rëndësi këto, edhe nuk kanë pikë rëndësie, edhe ato që thuhen lartë e poshtë, muhabet e lagjesh, tamam muhabet e lagjesh, nuk kanë pikë rëndësie, edhe këto sharje, ja urdo. Non grata është hequr nga dash, thot ky tjetri, sot i madh, kur do të besoj njeriu budallëkun, beson budallëkun, nuk ke fare qa i bën. Prandaj edhe të verbrit më të mëdhej janë ata që kanë sytë dhe s'duan të shikojnë. Prandaj edhe shurdhët më të mëdhej janë ata që i kanë veshët dhe s'duan të dëgjojnë. Se shef e dëgjon njeriu, po kur s'do të shohë, s'do të dëgjoj, është e kot, është komplet e kot. Tallu thot ky se kshu e do ky milet qyryk i tëri në verjen jug. Këti mileti ti dhe kush e keq për flet i merr të keqen i dashurim. I merr të keqen sepse ky milet jep ujin mbi shlugës kur i thon fjalës. Pa asnjë diskutim. Tani të vi pak tek pjesa tjetër. Tash 12 vite çfarë bane? Po si nga ta filloj numërimin unë se çfarë bana tash 12 vite? Të them që tash 12 vite e solla bashkë me Partinë Socialiste Shqipërinë në pragun e Bashkimit Evropian. Të duket gjë e vogël kjo? Të them që tash 12 vite e nxorëm Shqipërinë nga një grop ku nuk e përfillte njeri dhe kemi bërë një vend që e respektojnë dhe vlerësojnë gjithë. Të them që tash 12 vite kemi ndërtuar 450 shkolla të reja, 53 spitale, për shembull. Se gata kap, si i do. Të flas për 1000 kilometrat e rrugëve kombëtare me standarde europiane që kemi ndërtuar, të filloj të t'i numëroj nga veriu në jug, apo i do nga jugu në veri, si do. Çfarë muhabeti është kjo? Po prandaj pra, ja, ajo që po diskutoja për sondazhin e sondazhistit të Donald Trumpit mbrëm. Prandaj ka një arsye pse shumica e popullit vlerëson dhe mbështet çfarë bëjmë, pavarësisht se mund të ketë kritikat e vet. Ka një arsye sepse po tamam, mirë thot, duhet 10 ditë për të tregu se qa bana, po patjetër 10 ditë duhet. 10 ditë edhe mbase nuk dalin për me i tregu se qa bana.